kemi për obligim në këto zgjedhje, pavarësisht që janë lokale, të japim përgjigjen si shqiptar për të thënë se nuk është ai ose dikush tjetër në të ardhmen që do të tregoj vlerën e votës sonë, vlerën tonë si shqiptar këtu, sepse ne jemi të vetëdijshëm dhe kemi aq kapacitete sa që të tregojmë se ne jemi ata cilët do vendosim për veten tonë. Prandaj, vota për Emiri në këtë rast nuk është vetëm vot për zgjedhur kryetarin e komunës. Është për të treguar se ne pavarësisht se mund të zgjedhim djemë dhe vajzat më të mira në nivel lokal, në qoftë se në politikën qendrore dhe shtetërore nuk i kemi politikanët të cilët jo vetëm do flasin, por do mendojnë dhe do veprojnë për shqiptarët dhe do veprojnë shqip, dhe jo ashtu siç i kemi një kast politike të cilët i kemi parë në të kaluarën si bashkëpunëtor të partive politike edhe maqedone, herë të njërës partije, tani edhe të kësaj tjetrës, po asnjëherë nuk i kemi parë të veprojnë në favor të shqiptarëve, prandaj do duhet kësaj here fuqishëm, pavarësisht kush janë ato, do duhet që ta marrin përgjigjen e duhur. Vetëm ne jemi ata cilët i tregojmë kryeministrit dhe çdo kujt tjetër a do kemi zgjedhjet parakoshme. Votoni sa më tepër që është e mundur. Unë e di që ju mbasi keni ndarë mendjen që jeni këtu, po kjo nuk është e mjaftueshme. Ju duhet flisni me çdo kënd tjetër që e takoni për çdo ditë, sepse nuk jemi ne në ato tavolina. Që sa më tepër rezultati të jetë pozitiv, ashtu që mos mbaremi çka do thot Mickovski, po ta bëjmë ne vetë punën tonë dhe ato do të jenë të detyruar të bëjnë atë që do thoni ju me votë.